Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një prej bazave të ehli sunetit është imani shtohet dhe paksohet. Shtohet me vepra të mira, me adhurime, me bindjen e Allahut te bareke ve taala dhe paksohet me gjunahe dhe me kundërshtimin ndaj Allahut te bareke ve taala. Prandaj besimtari duhet të jetë shumë I kujdesshëm me imanin e tij. Ta rishikoj imanin e tij, ta ripërtëri imanin e tij, apo t'i bëj, domethënë, update, nëse na lejo ta themi, imanit të tij, sepse imani I tij nuk rri në të njëjtën grad. Nuk është se ti u bëre musliman para apo besimtar musliman para 20 vitesh dhe imani është sikur se e bëri musliman në atë kohë. Jo, imani jot gjatë kësaj kohe të gjatë ka psuar dëmtime për shkak të gjunave të mëdha apo të vogla që mund t'i kesh bërë ndaj Allahut te bareke ve taala. Prandaj duhet të qeni kujdesshëm çdo besimtar në imanin e vet. Profeti sallallahu alaihi wasallam për të na treguar rëndësinë e madhe që ka rishikimi apo rifreskimi apo updateimi I imanit, I besimit, na tha në një hadith të saktë, po ja them hadithin me kuptim parafërsisht, tha me të vërtet imani në zemrën e ndonjërit prej jush vjetrohet ashtu sikurse vjetrohet rroba në trupin e ndonjërit prej jush. Prandaj kërkoni Allahut, lutuni Allahut t'ua ripërtëri imanin. Subhanallah, ky hadith është bazë dhe një argument, një asl, një themel I madh që tregon se imani do psohesh ka. Imani nuk rri gjithmonë në të njëjtën grad. Prandaj besimtari duhet të jetë I kujdesshëm me imanin e tij. Dhe subhanallah, po ta meditosh dhe ta logjikosh këtë hadith madhështor, do të kuptosh se çfarë krahasimi madhështor I ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam çështjes së imanit. Pra e krahasoi me rrobën e ndonjërit prej nesh që vjetrohet në trupin e njeriu. Dhe këtu po ta fuzësh domethënë trurin në punë apo logjikën në punë, do të thuash subhanallah, rroba bëhet në një pis apo vjetrohet e kështu me radhë. Dhe njeriu si sillet me rrobën e vet? Çfarë bën me rrobën e vet? Gjithmonë ishte I kujdesshëm me rrobën e vet. Gjithmonë sheh mos është bër pis, mos është gris diku, pyet ato të shtëpis, shikon vetëm pasqyrë, dhe kur del rrugës, pyet të tjerë se s'ka pasqyrë me vete, pyet të tjerë dhe thot, a mos jam bër pis këtu mrapa, shikon pak, të lutem ma pastro pak ose pastron vet, e kështu me radhë. Nëse nuk I gjen pislloku, kthehet në shtëpinë vet për ta ndruar rrobë. Subhanallah, domethënë shi çfarë kujdesi tregon ndaj rrobës së vet. E pejgamberi selam këtu do me na thënë neve që ashtu sikur se rroba juaj vjetrohet dhe ju I kujdoni rëndësia saj për ta ndruar apo për ta pastruar e kështu me radhë, ashtu kujdesuni edhe për imanin tuaj. Prandaj ti o vlla, kur është era e fundit që ti e ke rishikuar imanin tënd? Kur është era e fundit që ti ke pa se çfarë grade ke imanin? Çfarë grade ke imanin? Do thosh po si ta dalloj? E dallon robi. Shikohet imani. Sa I lidh me namazin? Sa me qef e fal namazin? Sa Kur'an dëgjon, sa Kur'an lexon, sa Kur'an mediton, sa Kur'an praktikon. Kur paraqitet një muzikë dhe recitimi I Kur'anit, kë dëgjon më shumë, muzikën apo recitimin e Kur'anit? Dhe nëse e dëgjon Kur'anin dhe muzikën, me kë kënaqesh më shumë, me muzikën, e ndjen apo Kur'anin? Shikoje, nëse ti me të vërtet shikon që dëgjon Kur'an, dëgjon edhe muzikë, kur dëgjon muzikën relaksohesh, dhe kur dëgjon Kur'anin bezdisesh apo do ta kalosh videon sa më shpejt, atëherë padyshim se imani jot është në një grad shumë të rëndë, shumë të keqe. Prandaj rishikoj imanin tënd. Kije frikën Allahut te bareke ve taala. Dhe Allahu I madhëruar thon Kur'an famlar, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtet thot Allahu I madhëruar, që është më I drejti në të folur, Allahu te bareke ve taala. Thot, besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu, atyre u dridhen zemrat nga frika për Allahu te bareke ve taala. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Thot, dhe kur recitohet ajetet e Kur'anit, ajetet e Allahut, çfarë ndodh? Atyre ushtohet besimi. Besimtarët e vërtet ushtohet besimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe vetëm Zotit të tyre I mbështeten. Subhanallah. Dhe pikërisht këta janë besimtarët e vërtet që ja kanë dhënë besën Allahut te bareke ve taala. Prandaj
njeriu, besimtari, duhet jetë i kujdesshëm në imanin e tij, ta rishikoj imanin e tij, t'ia ketë frikën Allahu te bareke ve teala dhe mos të mjaftohet vetëm me një namaz që fal, apo me një xhuma që fal, apo me një sadaka që jep, apo me pak Kur'an që lexon, mos mjaftohet me kaq. Por ta rishikoj gjithmonë imanin e tij në mënyrë që të shpëtoj si në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe vallahi, pa iman dhe pa vepra nuk ka shpëtim. Prandaj njerëzit të cilët thonë, unë kam imanin të mirë, unë kam zemrën në xhami, ku ta di unë, justifikohen. Atë i themi atyre, po me veprat sije, po me namazin sije, po me xhuman sije, po me Kur'anin sije, e kështu me radhë, nëse ai është i dobët me këta, atëherë ai vetëm se gënjen, sepse Allah i madhruar në shumë ajete në Kur'an e ka cekur, e ka parafruar imanin, besimin me vepra. Prandaj dhe kur thot Allah i madhruar, përgëzoi besimtarët dhe ato që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira me xhenete. Pra nuk mjafton vetëm të thosh besova, por me pasuar me vepra të mira. Prandaj elus Allahun e madhruar që Allahu të na vëdësoj, të na rifreskoj apo na updatoj imanin ton dhe elus Allahun e madhruar që Allahu te baraka ve teala na fal, na mëshiroj, na mësoj ta kuptojmë kur e kemi rëzuar imanin apo kur e kemi paksuar imanin dhe të na mundsoj Allahu te baraka ve teala të kthehemi sa më shpesh tek ai me pendim sinqert. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.